Fëmijët kërkuan bergera, kështu që u futa në kuzhinë t'ua bëj unë. Si fillim nisa me bukën për bergerat, I kam vendosur që të piqen dhe ndërkohë po merrem me biftekët. E vërteta është herë e parë që I bëj, por të shohim se si do dalin. Jam e sigurt se do të marrë shumë kohë nga dita ime, por ja vlen në krahasim me bergerat e gatshme, të cilat nuk janë kaq të shëndetshme. Këtu vazhdojmë me qepën, me pak sheqer dhe me udhër balsamik të ëmbëlsohen dhe të shtojmë domatet dhe qepën e disa përbërës që kemi nga baça. Dhe ja ku është gati buka, vazhdojmë me qofte, t'i pjekim, I shtypim pak me shpatull që të bëhen paksa të sheshta. Recetën e kam marrë nga Aki, nga një kuzhinier në Greqi shumë I njohur, I cili ka receta shumë të thjeshta, shumë praktike, që vërtet në çdo gatim më ka ndihmuar shumë. Ndërkohë që po mbledh rrugën në baç, pasi I kishim harruar, dua t'ju tregoj për Olivoxin, I cili është në super ofertë këtë muaj deri në 31 korrik. Blem 5 edhe merr 6, pra 6 shishe për 6 muaj në super çmim. Olivox është një suplement 100% natyral pa efekte anësore, I cili ndihmon për të shfryrë barkun, tretje më të mirë dhe konstipacionin. Për ta përfituar ofertën, komento oferta ose më shkruaj në DM dhe të informoj me detaje.